Mirë se erdhët në Villa 24. Mirëmëngjes. Si e kat? Dashur njerëz e tha. Po pra, si e sot? Faleminderit mirë. Mirëmëngjesi dhe ju të dashur Anvisa. Ju uroj një ditë bukur dhe ftojmë tu te këndi ynë i gatimit bashkë me Anilën për treguar recetat që do të përcjellim për juve sot. Receta të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme, sigurisht edhe ekonomike. Të gjitha të mirat i kemi. Tryeza joni ka faktikisht të gjitha të mirat, prandaj që edhe juve ju propozojmë për t'i përgatitur në familjet tuaja. Do të bëjmë pul, racione një pul të plot ose racione sipas antarëve të familjes që juve keni. Të cilën do ta bëjmë këtë sa me makarona, por para se të shtojmë makaronat, do të bëjmë, po. Ja me kemi një kështu. A e kam bërë? Edhe unë ekran e pashi, Ola jo, po. Po pse kishim një po. S'ka gjë. Ola dallohet edhe këtu pa paketim fare të jenë, nga ngjyra që kanë, nga struktura që kanë. Faleminderit Anila. Të lutem. Atëherë do të kemi racionet e pulës tam sipas antarëve të familjes, të cilët do t'i kalojmë në miell, patjetër që do t'i kemi të aromatizuara me krip piper, me mix erzash, çfarë ju të ndodhen juve në shtëpi. Do të kemi një dy thelpinj hudhër, do të kemi qepë, do të kemi një dekseli në presh karot, rozmarina edhe dafin. Janë këto aromatizuese të cilët do të bëjmë një salcë shumë të mirë. Do të kemi edhe verë. Do ta shohim me verë këtë dhe do bëhet një salcë jashtëzakonisht e mirë, të cilën do ta shoqëroj me makarona. Makaronat i përzini ju, doni ato makaronat si kemi në tub, doni këto të gjatat. Çfarë do lloj makaroni i shkon? Pa humbur kohë do filloj me një herë për ta përgatitur, sepse e kemi gati, ndërkohë që do të hedhim këtu që e kemi të nxehur edhe tenxhere direkt. Ton përpara unë do t'i kaloj në mihell. I ke vendosur pak larg. Ta marr këtu, ta marr afër. Ta marr këtu edhe. Një pudrosje të lehtë në miell racioneve të pulës dhe me një herë në tiganin me vaj ulliri. Që të mbaj domethënë formën pula, por ndërkohë që na ndihmon edhe për salcën e pulës. Edhe kemi këtë mishin kaq të mirë. A mos duhet ta rrisim pak? Jo, rrise po Anila po. Këtë doja të thoshja anvisave nëse kemi këtu vëmendjen të shikojmë për punën e pulës, nëse kjo është e kuqe kështu dhe në këtë ngjyrën roz, atëherë themi që kemi pulë të freskët. Kështu që edhe juve atje ku veni psonisni, kontrolloni këto gjëra sepse atje dalloni edhe cilësinë e mishit. Pra, kocka e pulës në momentin që ne e ndajmë në racione, duhet të jetë në ngjyrë roz në të kuqe. Është e rëndësishme në fakt që të zgjedhim produkte të freskëta patjetër, si për shëndet ashtu edhe në shijen e tyre. Atëherë, i vendosim të gjitha në radhë. Punës, ndërkohë, qepon e kemi gririmët, kemi burganti dhe aty ilberin me erza që do të shoqëroj recetën me krip piper të kuq, hudhër plur, mix erza dhe piper të zi. Kemi gjithashtu edhe ullinjt dhe kemi edhe pasta Ola, të cilat do të jenë pjesë e kësaj recete. Makaronat më të mira që ju mund të gjeni në tregun shqiptar dhe këto e them me bindje të plot sepse prodhohen në Itali, një vend historik në prodhimin e makaronave siç është Venecia. Ndërkohë që do të kemi gjithashtu variante të ndryshme për ta përdorur në këtë recetë. Zgjidhni ju si të keni dëshirë, sepse është një soj, mund të zgjidhni spaghetti, mund të zgjidhni penet, mund të zgjidhni këto në formën e tubave, flutura, sido që ju të zgjidhni. Receta do dalë po aq e shkëlqyer dhe cilësia e tyre do jetë po aq e mirë. E ndërkohë meqense jemi te Kola, edhe te kompania Atlas, sigurisht që pastat janë ato që shijojmë më së fundmi nga Atlas, por vazhdojmë të jemi besnik gjithashtu edhe të miellit që ne zgjedhim në përgatitjen e recetave tona si në Villa 24, por edhe kur largohemi nga këtu e shkojmë në shtëpi dhe vazhdojmë me gatimet tona, sërish zgjedhim të njëjtin miell, që nga mielli për çdo përdorim ai integral, mielli për pica, mielli i mistrit i bardhë dhe i verdh, mielli farinap në përgatitjen e ëmbëlsirave, mielli bio, çdo ngjyrë paketimi të miellit identifikon dhe llojin e tij. Kështu që Atlas ka menduar për të gjitha detajet, jo vetëm për cilësinë maksimale të miellit, që ju e dalloni që në momentin e parë që hapni atë paketimin, e prekni miellin me duar, është i shkrifët, ka një aromë të mirë, nuk ka ngjyrosje, nuk ka njolla dhe gatimet pastaj dalin të shkëlqyera ashtu sikurse na dalin dhe ne këtu në studio. Edhe pakës kohë doja të merrja meqense jemi në nisje të gatimeve tona dhe ne themi gjithmonë që gjithçka që ne konsumojmë apo gatuajmë në shtëpi nis pikërisht nga pazari, nga marketi, aty ku ndodhemi përpara rafteve apo frigoriferve, e duhet të zgjedhim produktin e caktuar. Kë zgjedhim ne kur bëhet fjalë për vezët? Sigurisht që zgjedhim vezën non vital, vezën më të mirë, vezën më të freskët. Në të gjitha stinët e vitit, veza O Vital vjen në mënyrën më të shpejtë të mundshme në
shtëpi tona, që do të thotë njësoj si të kemi një ferm të vogël në shtëpi. Vezë të freskëta, cilësore dhe të shëndetshme, cilësi ushqyese e shkëlqyer me aromë delikate. Ka karakteristikat e veta veza Ovital në çdo kokër të saj, jo vetëm në madhësi, jo vetëm në ngjyrë, por që ku e hapti e kupton nga ajo e bardha, e pastër dhe e kthjellët dhe e verdha e vezëve e cila qëndron ashtu, e paprishur dhe me një diametër e lartësi, janë karakteristika të vogla, këto dhe duken shumë teknike, po janë tregues të çdo kokre veze që mban paketimi i Ovital. Në 8, 10 apo 15 kokra, vezët e jetës mbajnë vetëm këtë emër që unë kam në duar. E ndërkohë që doja të përmendja Tona, një kompani e në produkteve të mishit me një eksperiencë shumë të gjatë në tregun shqiptar që nga viti 1992, nga ato kompanit që kanë nisur me rishtas me vetëm 3 produkte, një biznes familjar që sot është rritur ndër vite dhe është bërë më i besuari për konsumatorët shqiptar, duke shtuar gamën e produkteve të tij me mbi 80 produkte, jo vetëm në shije, por edhe në cilësi maksimale, ndaj ne jemi të kënaqur që i kemi pjesë të shtëpisë tonë edhe Tona gjithashtu. Shumë mirë. Çfarë po mendoje? Jo, po mendoja këtë, sepse ndërkohë që ti more kohën për të bërë të ashtu, po prandaj më duaj kohë që të mishi të bënte atë punën e vetë. Dhe tani jemi gati që të shtojmë këtu pjesën, domethënë, të qepëve dhe të preshit. Pra i hedhim preshe dhe qep. Tani në dimër bëhet një kombinim shumë i mirë i preshit edhe i qepës, sepse preshi është ai që jep një tjetër ëmbëlsi salsës, edhe na e bën akoma edhe më të shijshëm. Kështu që pasi kemi hedhur këto, do të jetë momenti tani që të shtojmë edhe erëzat, por fillimisht do të shtojmë pak krip, atë që them gjithmonë. Po, sa herë që shtojmë qepën, na zbuten këto. Edhe sigurisht pasaj më mbrapa do shtojmë edhe kripën. Ndërkohë këtu kam edhe një degë selino, që do të hedhim këtë pjesën e kërcelit, atë që them gjithmonë, që pjesa e kërcelit hidhet në fillim fare. Dhe do shtojmë karotën dhe më mbrapa edhe erëzat. Le të marrim dhe karotat i hedhim një herësh. Okej. I presim edhe këto. Dhe në një moment, ka ti më thuaj vetë kur do që të lexojmë recetat. Tani mundet Anila ti lexosh, se ndërkohë që do të themi dhe për recetën e radhës se çfarë do të përgatisim, një mus me lëng portokalli, me shijen e portokallit, të cilën do ta bëjmë me kështu me biskotat savajar. Okej. Dhe do t'rregojmë edhe mënyrën se si. Krem djathtë në mos gaboj, portokall, biskotat të thërmuara. Paktën këto janë përbërësit që unë dalloj nga këtu. Për më shumë do ta i tregoj recetat tani. Le të shohim të gjithë recetat të gjithë përbërësit. Po, ja i kemi në ekran dhe gatimi ka nisur me pul me ullinë dhe makarona. Na duhen 4 racione pul, 2 lugë gjelle miell, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 1 karot, 1 deg selino, 1 pjesë preshi, 1 filxhan çaj ullinj, 1 lugë gjelle miks erëzash, 1 gotë vere e bardhë, 5 lugë gjelle vaj, rozmarin dhe dafina, krip dhe piper, 1 majës pra nga secila dhe 1 pako makarona nga pasta Ola. Do të sjellim sot një ëmbëlsirë siç është mus me portokall dhe biskota. Receta, 1 pako biskota savoiardi, gjysmë filxhani çaji me lëng portokalli, 300 ml lëng portokalli, 2 lugë gjelle niseshte, 3 lugë gjelle sheqer, 2 të verdha veze, 1 vanilje, cipaj 1 portokalli, 1 filxhan çaj pana dhe 200 gram djathtë të shkrirë. E mirë duket kjo receta. Do ta shohim kur të vi momenti për ta gatuar, për ta përfunduar, për ta shijuar. Është shumë e mirë Anila dhe apo kjo duhet rinë frigorifer që të bëhet receta. Shiko, mirë është të qëndrohet në frigorifer. Po ne do të ham të paftor. Të pampicur, ndërkohë ajo e ftohtë është. na mungon edhe pana, se panën atë që them gjithmonë nuk e nxjerrim në ambient, e nxjerrim domethënë në momentin që duhet që ta përpunojmë. Ndërkohë këtu shtojmë edhe rozmarin, shtojmë edhe këto gjethet e dafinës, shtojmë ato dyja është mjaftueshëm. Këtu kam erëzat që kam me piper, miks erëzash, nuk kam thelpin të hudhrës, po kam hudhër plur, piper të kuq edhe krip. Po.
të cilat këto hidhen në këtë moment, të gjitha bashkë, janë ato që do t'japin shihet e veçantë. Edhe atë ngjyrën karakteristike. Në momentin që hedhim këto, do t'a shohim edhe me verë. Nuk ka nevojë domethënë që të bëhet ajo kavërdisja e rëndë e perimeve. Tani do t'a lëm që të na në momentin që hedhim verën, kemi hedhur më përpara erëzat dhe pastaj shtojmë verën që të bëhet ai kombinimi bashkë me erëzat dhe me verën, të çlirohet shija e verës, të iki alkooli dhe na mbetet vetëm shija e verës. Tu nuk kemi nevojë që të bëjmë atë kavërdisjen e rëndë. Thjesht kështu në këtë mënyrë kemi përfituar një salcë shumë të mirë. Do ta lëm pak të na avullojë alkooli, do të hedhim dhe ullim, do të vendosim edhe pak ujë në masë të tyre që na duhet për të zier mishi pulës dhe do ta lëm në temperaturë të ulët mesatare, të cilën do të na duhet për të krijuar zierjen e pulës dhe të na bëhet një salcë që do të shoqërojmë makaronat tona. Okej, këtë doja të pyesja. Pra makaronat ne do t'i ziejmë më vete. Nuk është një recetë që makaronat shtohen aty. Do t'i ziejmë vetë te tenxhere atje dhe në fund fare do t'i servirim makaronat bashkë me këtë salcën që të përgatitem me salcën e pulës. Hedhim dhe këto ullin. Okej, është i vluar, kemi gati. Thjesht do ta rikthejmë pakës në sopën e nxehur edhe moment që hedhim edhe ullint, nuk më prish punë ullint të jenë, do me thënë, të prera kështu në fetza, nuk më prish punë që t'i kemi edhe kështu të plota me gjitha të pjesën e bërthamës, sepse ajo vetë bërthama në brëndësi, nxjerr një tjetër shije në momentin që zihet. Ka yndyrën, ka shijen, ka një shije karakteristike. Kështu që mos se shikoni pse i kam hedhur të plota. Janë kokër madhe dhe në momentin që i konsumon, sigurisht që i heqë kollaj, nëse keni fëmijë të vegjël. Në fakt makarona në mënyrë të veçantë ullin përdoren shumë kështu, apo domatinat, pra nuk kemi nevojë t'i bëjmë të vogla, ashtu të mëdha në pjatë. Ngjaj dhe bukur kur e servir ato kokrat e ullinit. Edhe bukur, por është ajo që thash në fillim fare për pjesën e shijes. Tani e dim që ka avulluar alkooli dhe është momenti që të shtojmë ujë të ngrohtë. Gjithmonë kur kemi gatime, mbajmë në anë të sobës një tenxhere me ujë të ngrohtë për ta shtuar dhe të filloj me njëherë si thua zhvlimi dhe mos kemi ulje temperaturës dhe ndërkohë që e dim në momentin që ulje temperatura edhe na stopon edhe zierja, po. Gjithmonë një tenxhere me ujë të nxehtë në krah kur gatuajmë. Recetën vazhdoni ta keni në ekran, kështu që mund ta rishihni. Në të njëjtën kohë shikoni edhe Kati që është duke bërë atë sistemimin e fundit. Nuk hedhim domethënë më tepër, është mjaftueshëm këto lëngje që hedhim. Ajo që duam që të ruajmë këto lëngje që neve kemi hedhur në fillim fare, duhet që të ulim temperaturën e sobës dhe të kemi në temperaturë të ulët në mesatare, sepse ajo është që na mban ato vlerat ushqimore në brëndësi, avujt dhe na e bën shumë të shijshme këtë salcë. E mbuloj me kapak dhe do ta kemi gati. Kur të jetë momenti. Tani, do vëmë dhe makaronat për të zier, si mendon? Makaronat i kemi aty Anila për të zier. Por unë them që makaronat i ziejmë në pjesën e dytë. Apo t'i hedhim që tani. Me efekte. Makarona 10 minuta duan, kështu që edhe ashtu mund ta bëjmë. T'i lëm në pjesën e dytë, ndoshta edhe në momentin e pushimit nuk është ndonjë gjë. Por unë mendoj që të filloj me recetën e radhës, sepse më duhet që të bëj këtë salcën e portokallit. Me çfarë bëhet? Kremin më jo salcë, ja si bëhet. Marrim këtë tenxherën se nga uji është bërë. Okej. Kemi lëngun e portokallit. Lëngun e portokallit. Do të hedhë se është pak më tepër, si kam masu. Ashtu, i hedhim. Edhe më duhen 3 të verdha veze. 3 të verdha veze. Marim një lukë tani. Kjo besoj do na duhet për të shtruar biskontat. Prita Nila, se kam këtu. Mund t'i hedhim të plota dhe i heqim. Laj duart unë dhe i heqim i marrë kështu dhe i hedhë brenda. S'ka problem. Hedhim një seshte. Mund t'i ndajmë edhe si që ndahen. Si të duash bëj. Po, për kollajlot, për... Edhin këtu edhe sheqerin, një seshte sheqer lëng portokalli. Masa dua kam thënë, për punën e sheqerit unë që është e vërteta hedh më pak se sa u a them aty, juve mendoni se sa e doni do me thënë të ëmbël recetën tuaj. Ndërkohë që këtu kam edhe një maj vanile. Pra hedhim edhe vanile. To janë përbërësit, sheqer vanile dhe 3 të verdha veze. Do t'i trazojmë, marrë atë rafsen. I trazojmë dhe i bëjmë direkt në sobë.
që të na pregatitet kremi. Dhe me këtë krem pasaj, do të bashkojmë bashkë me djathin që kemi një djath të shkrirë, do të bashkojmë edhe me pana, por fillimisht duam që kremi të ullë temperaturën dhe pasaj të bashkohet me këto dy përbërëse tjerë që neve thamë. Gjithashtu do të kemi cipën e portokallit, që do të hedhim më mbrapa. Folëm ne për të verdhat e vezve. Janë si janë të verdhat e vezve. Ja, këto janë. E prandaj themi gjithmonë që ja. Tani të treja këto i hedhim. 1, 2, 3. Ja. I trazojmë jashtë temperaturës së sobës. Edhe do të na bëhet një krem shumë i mirë, ndërkohë që s'kam ullë temperaturën këtu. Në rregull. E trazojmë sa të na bëhet një krem. Momentin që më pikset e heqim, e kthejmë në një enë tjetër që të ftojë të ullet temperatura. Pastaj do të bëjmë atë përzierjen e panës bashkë me djathin. E bëjmë një përzierje duke shtuar aty brenda përsërit e cipën e portokallit për t'i dhënë një tjetër aromë dhe shije kremit. Dhe të dyja kremrat pastaj bashkë i trazojmë, i përzijmë dhe bëjmë atë shtresat. Kur biskotat do t'i zbusim me lëngun e portokallit. Prandaj themi që këtu kemi vetë se lëng portokalli, nuk do të kemi atë që bëhet me kakao, me kështu gjëra të tjera. Në fund fare, sipas dëshirës mund të thërmoni biskotat qoftë edhe nga këto savajar, por edhe një biskot tjetër nëse ju ndodhet në shtëpi për t'i dhënë edhe një tjetër shije. Nëse keni dhe ato flezat e bajames, mund t'i piqni, do me thënë pak për të lëshuar ato yndyrnat e mira që përmbajnë. Edhe ja hidhni dhe ato sipër. Këto janë, si tuash, alternativa, sipas dëshirës, çfarë mund t'ju ndodhet në shtëpi, nuk është e thënë, mund të përfundohet kështu thjesht me këtë kremin që neve do ta përgatisim. Edhe me atë cipën e portokallit për t'i dhënë një tjetër zbukurim ëmbëlsirës tuaj. Por thash, nëse ju ndodhen, mundet t'i shtoni sepse kombinohen mirë dhe shkojnë. Nëse neve do t'na dali koha sot, do të bëjmë dhe një përshesh me vezë. Përshesh me vezë? Përshesh e themun sepse do t'a coptoj bukën, do t'a bëj përshesh, dhe do t'i bëj me vezë të raura. Por bukën përpara do t'a thekëroj në gjalp, në tigan me gjalp, të thekëroj, pastaj do t'hedhë. Po besoj do t'kemi kohë, prandaj dhe e do t'jemi me kohën, po ndoshta po, sepse makarona do t'i zihen pak më vonë, gjatë se kohë pula do jetë gatuar. Duke parë, duke bërë, se ne kështu themi, kemi kohë dhe pastaj vetëm kur e shohim që besoj se po, sepse edhe mund të këto që them të kjo përsheshi me vezë, mund të shtojmë edhe nga këto pjesë proshute nëse na ndodhe në shtëpi, ose ty mos këto proshutat e pulës, të cilat na i bëjnë në qoftë një vakt për dak, një vakt për drekës, si ta duam me një sallatë. Plot shije. Mirë, vazhdojmë të trazojmë kremin, se i do pak kohë në fakt që të mpikset, që të trashet. E patjetër, sa të zje, do me thënë sa të bëj ato fluckat e para, do ta kemi gati, po shumë shpejt do t'jetë gati. Ja, shikoni tani, të hedhim një sy dhe këtu të gjella? Shumë e mirë duket, e? Shumë e mirë. Edhe kështu, do me thënë që zihen avash avash, kjo është që themi neve të zihen avash avash. E kam vënë të dyshi dhe aty duhet ta lëm deri në momentin e fundit që të na bëhet gati. Do të bëhet shumë salcë e mirë, një salcë ndryshe jo salcë domate gjithmonë me salcë të kuqe, një salcë të bardhë që ka tjetër shije. Dhe sa tham neve 2-3 fjalë, u bë kremi gati. Ja. Ky është kremi. Tani duhet ta lëm të ftohet, ë? Po. Këtu s'kemi nevojë të shtojmë as gjallë pas gjë. Pra nuk është ja i kremi pasticërisht. Ja, ky është kremi. Tani ne thjesht do ta kalojmë në një bukur edhe nga portokalli po, ngjyrën nga të verdhat e vezëve, nuk e di ku shikohet më mirë. Ja. Shikoj sa e mirë. Edhe aromën e portokallit, dhe aromën e vaniles, po prit kur të shtojmë edhe cipën e portokallit, prit të shtojmë edhe ato savajarët edhe ato kremrat e tjera, shikoni se sa e mirë dhe sa e shimë. Një, si tuash këto janë gatime për në shtëpi, nuk janë të pasiqeris faktikisht, janë të thjeshta, që bëhen nga të gjithë bëhen. Ashtu. Tani, neve, si e kemi kohën, Anila? Koha pak e vranët është, po. Ka filluar ta bëjë. 4 minuta ka, po prisja të më thonin. Në rregull. 4 minuta. E shikoj që do bëjmë dhe vezët.
E shikon që do të kemi kohë. koha thua. E pra se na kanë mbetur edhe 3 të bardha veze këtu që ne nuk i çojmë asnjëherë dëm. 4 minuta ne bëjmë trazimin e këtyre dipërbërësve, Anila. Që do të thotë pana. Aromë shumë të mirë, shumë të mirë. Pana? Sa do tjetër të ta afroj? Aty apo vetëm panën? Dhe djatin. Ato djatin. Mos të vëm. Fillojmë fillimisht. Pak sa të japim një volum, se do shtojmë dhe djatin brënda, edhe cipën e portokallit, dhe do të bëjmë një krem, të cilën këtë kremin do të bashkojmë me kremin e më parshëm, por më përpara duhet që të ulet temperatura. Me këtë. Kati nuk do ishte mirë ta vendosni me një enë që do ta kem me një enë tjetër. E pra? Akoma dhe të ka jo mundet, Anila. E cila? Këtu kemi portokallin. Tu kemi vezë të bardha, të bardat e vezëve, atë e kemi bosh. Të e kemi bosh është me kremin, me pana, s'ka problem fare. Nuk ka gjë, po. Atë po them, s'ka problem. Tani e ulim pak këta. Shtojmë edhe kremin brënda. Sa i dham një volum edhe djathin. Djath të shkrir, ju mund të mirëni, do me thënë, si pas dëshirës. Çfarë djathi mund të gjeni. Ndërkohë që... A mund të vë pak të këtu? Kujdes, mos të di. Ti heqin fare të dyja këtu. Dhe këto kremin që mbetet këtu në tenxhere, hajeni vetë. Ja, sa portokalle mirë. Ka nevoj të ambulojmë si që bëjmë me kremin e pastiqerisë? Ka nevoj me një membran kuzhine. Faktikisht mos të kryoj cipë. Sa i mirë është bërë? Kati sa i mirë. Shumë mirë do bëhet kur do të shtojmë edhe këtë. Ku e kemi ato? E shikon tani kjo portokalli sa e madhe është, po që ka dhe këtë lëkurën kaq të mirë, që do t'i japi një shije të veçantë. Kati, ku e kemi qesen atë të kuzhinës? E gjeta. E gjete? E gjeta. O, më gris keq. Tani e shtypim pak, do me thënë këtë. Kati? Urdhë? Duhet të bëjmë pak pushim. Shikon që themi kot, ne kemi ko. Ku ka ko në kuzhinë? Bëjmë pak pushim ne, e rajmë dhe ato me qëtësi. Panon me djathin po rajmë. Po mbulojmë edhe këtë kremin që bëmë me qese. Bëjmë një shkëputje publicitare, kthehemi pra për të vazhduar këtu ku e kemi lënë. Mos të largoni. Jemi rikthyer në studio, ne vazhdojmë të jemi live në Villa 24, gjatë kohës që ishim në hapësirën publicitare, kemi vendosur edhe makaronat për të zier, pasta olla, zgjodhëm linguinet, i zgjodha unë, meqense janë të preferuarat e mia, dhe në këtë 10 minutësh që kishim shkëputje janë gati, kështu që është momenti që t'i largojmë apo jo nga soba. Kati? Po do t'i largojmë. Edhe t'i kullojmë, në këtë rast nuk na duhet lëngu i makaronave. Anila, t'i hedhim pak gjalp. Ti bëjmë gjallë, po do t'i kullojmë, apo jo? Shiko, direkt këtu, shiko, shkrim pak gjallë. Ma të regonja që kësi, do shkrim pak gjallë? Pak gjallë. Unë duhet rima këto në duar. Jo, prandaj po bëj vënd. Mbajmë Anilën afër që të mbajnë. Vendose zemër aty. Ashtu që mos të lëme ato. Tani, vetë se të jemi sigur që punon kjo. E të heqim këtë se... Ta ndezim. Është problemi. Do shkrim pak gjalp dhe do t'i hedhim, do t'i kalojmë aty tek gjalpi. Shumë mirë. Edhe do t'i kemi gati pastaj për t'i serviru. Do t'i hedhim në tiganin ku do shkry gjalpi. Shumë mirë. Ndërkohë, neve bëjmë pregatitjen e kësaj kremit, musit me portokalle. Këte kam sjell Anila, të shikojmë nëse do arim kohë që thamë. Po. Atëre, çfarë kemi? Po. Kati, kujtojmë çfarë kemi bërë, domethënë, Kemi pana, kemi edhe djathë të shkrir. E zgjidhni juve sipas asaj që bëjmë një përzierje të fundit. Edhe Anila këtu, prandaj po ashtu dhe cipën e portokallit, asnjë gjë tjetër. Dua edhe këtë kremin. Kremin që përgatitëm. Kremin e kemi përgatitur me lëng portokalli, kemi përgatitur me
3 të verdha veze, kemi një vanile, sheqer dhe një seshte. Këto kemi për bërës. Të marr pak nga ky gjalpi këtu, apo të duhet për... Jo, merë. Gjysmën? Merë se janë shumë. Këtë mund të bëjmë edhe, të vëpi fillimisht me kështu që mos na. Edhe të bëjmë rafse pastaj. Kemi temperaturën e sobës këtu tani dhe do na ndikoj që të na... Jemi duke përgatitur pikërisht kremin për mus me portokall, recetën që na e kemi lexuar në pjesën e parë, edhe do ta rikthejmë kur të jetë momenti, është një recetë e ëmbël e bër thjesht, nuk do zjerje, pjekje etj. Pra një punim në të ftohtë, sepse e tillë do të jetë edhe në frigorifer, ja ku kemi recetën e plot në ekran, është një ëmbëlsirë që shijon shumë në fakt me biskotat savoiardi, me gjysmë filxhani çaj lëng portokalli, 300 ml lëng portokalli, 2 lugë gjelle një seshte, 3 lugë gjelle sheqer, 2 të verdha veze, 1 vanilje, cipa e 1 portokalli, 1 filxhan çaj pana, 200 gram djath të shkrirë. Ndërkohë që sot kemi sjell edhe një tjetër recet, pul me ullinj dhe makarona, na duhen 4 racione pul, 2 lugë gjelle miell, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 1 karrot, 1 deg selino, 1 pjesë preshi, 1 filxhan çaj ullinj, 1 lugë gjelle mik sersash, 1 gotë verë bardh, 5 lugë gjelle vaj, rozmarin dhe dafin, krip dhe piper dhe 1 pako makarona, linguine, pasta olla, këto kemi zgjedhur sot dhe do t'i kemi gati për t'i kaluar në tiganin me gjalp që po shkrim, sepse makaronat janë zjerë më vete, ndërsa përgatitja e pulës me ullinj, me presh, karota, selino, është bërë në tenxhere në krahun tjetër të sobës. Videon e plot, për ju që do unë të shikoni nga fillimi, recetën që unë po them, por edhe gjysmën e përgatitjes së kremit me portokalle etj. Do të gjeni pak minuta më vonë duke klikuar në 2 kanalet tona zyrtare në YouTube, në kanalin e News 24 ose në Vila 24. Gjithashtu edhe në Balkan Web, aty ku do të gjeni recetën, videon përbërësit dhe mënyrën e shpjegimit të gatimit të secilës prej tyre. Atëherë të dashura Anvisa, ky është kremi, shikoni se sa i mirë që bëhet. Shiko qa kremi. Jashtëzakonisht i mirë, i shishëm, një krem që konsumohet edhe urdo. Të kërkoj ndjesit të ndërpres, t'i kaloj makaronat në tigan? Po, zemër. Afroj atë të thoshe, afroj në qik edhe. Tani, unë me që kam sa 3 me biskote, do t'i hedh pak në fund fare. Dy të kapura? Sa do? Po, hidh. Se i regullim dhe pastaj. Dhe vendosim duke i kaluar në lëngun e portokallit, në këtë mënyrë. Bëjmë reshtin e parë me biskota. Okej, mendoj se ka ish mjafton edhe për sesin e gjalpit që ne kishim. Faleminderit Anila. Të lutem. Vendosim edhe një anë këtej. Shumë mirë janë. Ndërkohë tani vendosim edhe kremin. Sa i mirë që është bërë ki kremi. është bërë i mirë, a? Po, shumë i mirë. Edhe një krem i lehtë, sepse nuk është se kemi dhe këtë shijen e portokallit. Pra në një farë mënyrë është një lloj tiramisuje, po e sjellur në një formë tjetër. Me aromën dhe shijen. Me që kam këto e spërkas pak shumë. Nuk është e thënë për pjesën e kësaj, nuk është se duhet bërë me pa tjetër. Ndërkohë ma hapak lutem Anila dhe këta. Urdo. Ma hap me duar. S'ke gjë. Ashtu. Në lëngun e portokallit i zbusim, lehtas. Edhe. Shumë mirë. Edhe shtres pra me biskota.
Edhe 2 duan. Po, Dhe pastaj e gjithsesi ai kremin që ka mbetur, apo jo? gjithsesi e kremit, e kësa duhet të marri këtu tani, tek pjesa e kësaj. Duhet të qëndrojnë në frigorifer për të paktën 2 orë. Sigurisht që qëndron, kur qëndron në frigorifer, bëhet akoma edhe më i mirë. Do të mpikset kremi. Por që kremi është bërë, nuk di që t'ju them, se sa i shishëm që bëhet. Një tiramisu ndryshe. Ndërkohë, ti edhim një sy pulës këtej. Po, mund të shikojmë dhe atë Anila se si është. Ja, të shikojmë pak edhe se si është përgatitja e pulës me të cilën do të shoqëroj makaronat. E dalloni që dhe lëngu është trashur, sepse pikërisht receta ka nisur me kabardisjen e mishit të pulës lyer pakës në miell, dhe ai mielli jo vetëm për shije, po ndikon edhe për trashjen e kësaj Ku ta lëm, atë si po lëm këtu tani. Shikoni erëzat, rozmarinën, dafinën, topuzat e ullirit, karot, aromën e ka shumë të mirë. Ta fshim rreth e rrotu me një kështu, se laj pak duart një herë se më ngjiten nëse ashtu Anila. Okej. Që ti duket, ka ndonjë copës që unë nuk e shoh. Tani sa jemi me kohën? Unë mendoj që të shërbejmë një herë makaronat, ta kryem këtë recetën. Kemi diku te 9 minuta kohë, mendoj se do të na dalë koha edhe për vezët. Do të bëjmë një omlet për shesh. Omlet për shesh. Si e quajt ti Kati? Omlet për shesh. Ashtu? Mirë e thashëm? Shumë mirë e the. O, sa të mira janë bërë këto makaronat. Edhe e mira e këtyre, shiko Anila, nuk na ngjiten. Sigurisht, sepse janë pastat më të mira. Ashtu. Kjo është gati, këtë do ta heqim, të hedhim edhe pjesën e... Kati, po këto portokallët i le për dekor? Edhe nëse... Po, e kisha për dekor, nëse ashtu, apo do ta vëmë nga kjo vatra këtej. Ku të duash ti? Si të kesh dëshirë? A t'ja vendosë, si mendon? Kështu? Po. Për dekor e kisha mbajtur, nga që menduam të nxirnim këtë pjesën e kësaj. Të marrim edhe... Sonon, për dekor të kam... Nuk e di si e kishe logaritur ti, po ja, po vendos disa tamam, ashtu, gjë e bukur është ajo. Për të treguar në një farë mënyre që është edhe një ëmbëlsirë me shije portokalli. Pritasha? Sa bukur duket ajo? Të marim edhe, t'i hedhim edhe pak lëng. Që ç'është e vërteta dhe akoma do donte kjo që të qëndronte. Pula? Po. Lezetshëm. Mirë më duket mua. Edhe ne do ta lëm këtë lëngun që të na ashu akoma. Okej. Të heqim këto. Po pra, i kemi pak të shpërndara. Janë t'i vëm pranë njëra tjetrës që të shikohen të dyja recetat e sotshme të përfunduara, të lumshinduar. Ta vëm këndej apo nga tjetër? Për aromën që kemi këtu në studio. Mendoj se kështu do jetë më mirë, Anila. Ti e di, më mirë më duket nga të dyja krahët. Edhe tani mund t'i shtojmë edhe pak kështu, majdanos. Po, të freskët. Si e kemi kohën, mundemi të fillojmë të bëjmë atë? 6 minuta po, besi se na del. Kemi kohë, plot. Atëherë, ne na tepruan të bardhat e vezëve Ovital, i kemi lënë në një tas, të verdhat i përdorëm për ëmbëlsirën, i kemi këtu. Kështu që çfarë bëjmë ne kur na teprojmë të verdhat apo të bardhat e vezëve në varësi të gatimeve, i kthejmë në një omlet. Si do ta sjellim sot me përshesh. Ja, Tiganin kërkoja, thash ç'u bë. Na
U për tigani. Kemi ndarë në kubik bukën. Dhe që çfarë do bëjmë, kemi gjalpin me ç'po kuptoj? Po, kemi gjalpin. Thuhet për shesh, sepse kemi bërë bukën ashtu si për shesh. Na duhen më shumë vezë, pra na do... Po, do edhim, sa vezë kemi aty Tu kemi të bardha? 3 të bardha, sa të shtoj? 3 të... Shto dhe 3 Të shtojmë dhe 3? të plota. Ja, marim dhe 3. Mirë është, sepse shiko, me të bardhat, kam thënë dhe herë tjetër, mund të pregatisni vetëm me spinaqe dhe me të bardha, për ata që kanë domethënë nevojë të marrin hekur, të marrin edhe proteinë. Po, për ata që marrin edhe me aktivitet fizik, e dinë që vezët ata konsumojnë shumë kokra në ditë. Sidomos të rinjtë, dhe këto e kam, si thuash, nga eksperienca e çunave të mi, që kur kishin filluar, domethënë që kanë qenë edhe në adoleshencën e tyre, të kërkonin kështu gatime me vezë. Gatime të tilla dhe nuk e ke iden Anila, domethënë format e vezë. Na ngeleshin të verdhat, sepse përdonin vetëm të bardhat. Dhe ti çfarë bëje? Krem pasticceria. Çfarë ti bënim? Do bënim dëshirat e fëmijëve. Nuk ishte ndonjë gjë e keqe faktikisht, sepse veza është edhe ekonomike, me thënë të drejtën, dhe që të marrin atë proteinën e duhur, nuk më mirë të marrin kështu nga pjesa e vezëve se sa të marrin domethënë proteinat të gatshme. Kështu që nuk ezitoja domethënë ato zgjedhjet e tyre që bënin kështu her pas here. Tani, tresim gjalpin sa të na aromatizohet, me thënë, na nxjerr aromë. Në momentin që nxjerr aromën, do të hedhim këtu brenda bukët, po prit ta fik të anën tjetër se më do gjej dorën. Ashtu. Sa të më lëshoj këtë aromën, do të hedhim bukët, të cilat i kam. Do me thënë një mënyrë kjo edhe për të përdorur bukën e ftohtë që na mbetet. Bukën e ftohtë, ajo, buka e ftohtë që ngelet, në këtë mënyrë bëhet shumë e mirë, domethënë është diçka e mirë. Nëse duam, për shembull tek vezë, më duhet me pak qumësht. Për ta shtuar edhe sasinë, edhe shijen patjetër. Hedhim bukën. Sa kam unë ato enën që ma marri të gjitha. Edhe këtu tani neve e thekërojmë me gjalp, të marri shijen e gjalpit. Mund ta bëjmë, domethënë, siç është, nuk e hedhim direkt këtu vezën, por hedhim bukët të veza që e përzim, pastaj kalojmë prapë në tigan. Kështu që do marr këtë enën që ta hedh. Ja, kam këtu. Kur të na bëhet gati, dua që buka të thekërohet, mos jetë kështu. E përfundoni në tigan, ose dhe e përfundoni edhe në furrë. Kjo varet sipas dëshirës. Tani, Anila, mendoj t'i hedhim në një prosciutto. Çfarë do? Prosciutto apo një? Në rregull, ato. Kam shumë qef. Në rregull, ato. Ato s'ka nevojë dhe ashtu i coptojmë kështu. Edhe për sanduiç, edhe për makarona bëhen shumë të mira, edhe për brusketa bëhen shumë të mira. Ja merre me atë bre. Po të hedhim, si thuash, vezën këtu, nuk ka të njëjtën, si thuash, shije ose përzierje, se si ta marrim tani bukën e thekur dhe ta hedhim tek vezët brenda. Hedhim vezët këtu i përzi. Tek vezët unë shtoj dhe një mix erzash. Shikoj sa të mira janë këti, dhe janë të prera holl. Edhe ndërkohë këtu, Anila, neve shtojmë edhe... Mira janë? Ato të soptuara, do me thënë të prera, edhe me dorë priten ato. Se jam marim kuaj, kemi janë të të nësë në vockëll, shpejt. Tani, në momentin që lëm bukën neve këtu, që thekërohet, me gjalpin dhe këto, merë tjetër shije, nuk është një lloj si të marrim bukën e njom dhe ta hedhim të vezët, edhe ta pregatisim, do me thënë ta bëjmë një omlet, por në momentin që e ka vërtisi me gjalp bukën, ajo ka, si thuash, një tjetër shije, mbyllet në këto poret e jashtme dhe nuk na qulloset buka. Kjo është shumë e rëndësishme, që buka nuk qulloset, por ngelet kështu si krokante dhe shumë e shishme nga pjesa e gjalpit. E heqim tani. I do të vogla, apo t'i lë kështu si në fije? Mirë, të kaloj një në mes? Prej dhe një në mes, Anila. Shumë mirë. Tani këtë bukën e thekëruar, e hedhim këtu tek vezët. Dhe thash që kjo bëhet me qëllim të mos qulloset veza. Tani, doni ta vendosni në furrë, mund ta vendosim në furrë. Nuk duhem ta vendosim në furrë. I hedhim pak vaj këtu tek tigani. I përzijem këto.
I do këto brënda? Po, hedhim dhe ato brënda. Dhe një omlet e shpejt, shumë e shishme. Po doni mund të shtoni, kam dhe një dy speca ku e kisha, kam hequr. Ska gjë se kam hequr. Duhet ta mbyllim. Ja, spec dhe këtu kam edhe një qik djath. Po, i kaloj me një herë në tigan, i lëm të naskushen, edhe një vakt i shpejt, i shishëm, i shëndetshëm, edhe për mbrëmje. Ndryshimi është jashtëzakonisht i madh. Provojeni në mënyrën se si u tregova dhe do ta shikoni vetë në shtëpi edhe ndryshimin se ku e ka. Me një pjatë apo me një kapak e kthejmë edhe e vendosim përsëri brenda. Këtu kam pak djath që do ta hedh në momentin e fundit. Do ta lëm të bëj atë pjekjen e parë, e kthejmë për të bërë pjekjen e dytë dhe e servirim. Bukuri. Mendoj se u kuptua. Të marrë një pjatë, se ndoshta harim. Shpresoj të kemi të pak sekonda kohë, sa ta shërbejmë, ndërkohë, si që po shikoni në ekran, këto janë recetat që sollëm sot, janë shumë të mira, mos nguroni t'i përgatisni në familjet tuaja, si ëmbëlsiron, edhe për ju që nuk shuani për ëmbëlsira, realisht është shumë e thjeshtë në përgatitje, mjafton të keni përbërësit e dur, dhe ja ku kemi tani gjysëm të përfunduar edhe vezën në përshesh, sepse brenda ka copozat e bukës, kështu që e kalojmë me një herë në pjatë, për t'i thënë dhe katit të lumshin duart, për t'ju thënë juve ju bëftë të mirë nëse do t'i gatuani, por edhe nëse jo, dreka që keni menduar të gatuani sot, edhe faleminderit që na ndiqni çdo ditë, dhe nesër në gatim do takohemi në orën 9 dhe me të ftuarit bashkë pas hapësirës publicitare. Koha jote. Këto ishin të dashura ndisat receta që menduam për juve sot. Shpresoj të jenë të dukura të vlefshme për tërëzat tuaja familjare, të thjeshta, të shpejta, mendoj të shishme, të shëndetshme. Edhe kjo omleta e fundit mos hezitoni ta përgatisni në mënyrën time, se do më kujtoni se ka, domethënë, një tjetër shije, një shije të veçantë. Faleminderit kënaqësia Anila që ndajmë të emision bashkë. Mirupafshim dhe mirëtakofshim nesër këtu me receta dhe ide të reja. Kaloshi bukur. Shkojmë në reklama. Faleminderit Kati. Publicitet.